Dëgjojeni me vëmendje këtë gjuhë. Ne e bojmë thirrje që mos bëjmë panik pa nevojë të qytetarët. Mos ta kthejmë mbrapa 27 vite. Qeveria i institucionet e vendit. Po nëse tentohet që të resursa me shoku me dhunë dhe përdor dhunën ndaj tij, atëherë dhuna do të thirr bumerang. Kur Hysni Gucati kërcënon se arrestimi një të dyshuari për tentativë vrasjeje do të kthehet në bumerang dhune, ai po zhvesh veten nga çdo petk institucional dhe flet si kapo i një bande që e njeh vetëm ligjin e forcës. Për këtë kost banditësh kriminal, institucionet janë të mira vetëm kur u shërbejnë interesave tyne. Po këta shndrohen armisht popullit në çdo moment kur institucionet guxojnë të kërkojnë llogari për krimet e tyne. Dëgjojeni çka thot tash. Po gabimi ka qenë shumë i madh prom që jenora kanë trazuar qytetin në Drenicën pa nevojë. Pa kurfar nevoje, pa kurfar zori hiç. Për një shuplok, a dje promu plagun jetën në Prishtinë ata shkunë si speciale. Apo e shihni cinizmin rënqethës të këtij deklarimi. Përpjekja për me e vra dhe gjakosja një zëvendës ministri të Republikës në mes të një kafeneje në gojën e Gucatit na qenë ka thjesht një shuplak e parëndësishme. Kjo është logjika e bajraktarëve që dhunën e shohin si drejt sovrane të fortit. Sipas tij, shteti nuk duhet me dërgu polici për me arrestu një agresor nëse ai na qenë ka general, sepse kjo do me thënë mund të trazoj një rajon të tërë. Ata po përpiqen me fshe krimin e tyne pas emnit të Drenicës heroike, duke përdorur lavdin e luftës çlirimtare si mburoj morale për me mbrojt kriminalitetin e sotëm. I dashur publik, dje ndodhi një tentim vrasje. Nëse do të ishim në kohën e mandatit të Grykës së Pushkës së Hashim Thaqit, ku ata kanë sundu për 20 vjet, Hysni Mehani do të ishte përballë me plumbin e pushkës në ditën e djeshme. Jo me shuplak, me grusht e me gotë, por me gryk të pushkës. Këta janë të njëjtit njerëz që kanë vra intelektual, komandant të luftës, gazetar e qytetar të cilët ju kanë dalë në udhe për me kërku llogaridhënie prej kësaj kaste kriminale. Kjo është e njëjta strukturë. Prandaj, këta duhet me i majt para llogaridhënies. Pa dëgjojë tash çka flet. Politika është mirë duhet larg pe drejtësie. Politika kisha bë thirrën herë, politika ti ke duhet larg pe drejtësie. Drejtësia është ajo që vendos, prokuror, gjyqtarët, fakt ata që vendosin gjyqtar, jo zoti Kurti, jo policia, jo njerëzit që shpifin dhe rrajnë. Kjo thirrje për pavarësi të drejtësisë nga goja e Gucatit është kulmi i hipokrizisë dhe i paturpsisë politike të një njeriu që është thjesht mercenar i strukturave kriminale duke përdor lavdin e pakontestueshme të lavdishmës UÇK për të arsyetuar krimet e bandave kriminale të Kosovës në emën të kësaj lufte. Gucati sapo e kërcënoi me dhunë dhe me kryengritje shtetin nëse prokuroria e kryen punën e saj. Dhe tani po kërkon që politikat mos përzihet në drejtësi. Kjo nuk është thirrje për drejtësi, është një shantazh mafioz ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe sistemit tonë të drejtësisë. Mesazhi i tyre është i qartë. Nëse guxoni t'i prekni komandantët ton, ne do të djegim vendin. Ky është një grup njerëzish që kanë grabitur dhe zhvatur pasurinë dhe të ardhmen e Kosovës për 2 dekada dhe sot, kur po i vjen fundi, përpiqen të bëjnë pazar me shtetin duke përdorur gjakun e dëshmorëve si monedhë këmbimi. Por Republika nuk mund të shantazhohet më, sepse epoka e banditëve që fshihen pas uniformës ka mbaruar zotni, duhet me i dhënë fund kësaj pune. Republika do të qëndrojë dhe drejtësia duhet jetë e pamëshirshme, jo vetëm ndaj Dorasit Samil Ushtaku, po ndaj të gjithë banditëve që na shfaqen në ekranet televizive si njerëz gjoja patriot pas kanë dalë me mbrojt komandantin. Komandantin i cili e plaçkiti Kosovën për 20 vjet deri në kocka e i cili ka marrë pjesë në strukturën kriminale vrastare të Hashim Thaqit për vrasjen e intelektualëve shqiptar, për vrasjen e politikanëve shqiptar, për vrasjen e gazetarëve shqiptar dhe për vrasjen e komandantëve të luftës çlirimtare. Ky njeri madje akuzohet
se ka vjedh edhe fondin për çlirimin atë dhëut. Çfarë komandantash janë këta, mor burri dhëut?